Po rrugulla, hajde. Si duket. Hajde. Ama ti mi Dale λίγο τη γλώσσα, να μην είναι... Hadi këto, Adriana. Zisi babaka ke kronja pola. Megalos na gjinis me aspra malja. Dunas korpisis tis gnosis lofos. Και όλοι να λέμε να μην ασοχός. Edhe i qinu. Po nuk e kam. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Mos harroni që të shikoni videon dhe të bëni subscribe, jo vetëm të shikoni, por edhe të bëni subscribe sepse më ndihmoni shumë që të shtohemi. Siç e pat, te diele Fatmiri kishte ditëlindjen. Kështu që ja kaluam shumë mirë dhe një pjesë të videos në fillim për t'ju treguar dhe për të shikuar pak edhe pa guston tuaj, çfarë gusto shkeni. E zgjodha veshjen të dielën në mbrëmje dhe kam bërë një reels për në Instagram, e kam bërë diku nga dreka që ta kisha gati, domethënë që ta ngarkoja, edhe të kisha dhe shumë ide nga gocat që më ndjekin në Instagram se çfarë do vishja. Doja që t'ishte pak e veçantë. Në fakt nuk doja si ishte shumë ftohtë, nuk doja me fund me fustan. Kështu që dua të shikoj pak edhe guston tuaj. Kush u pëlqeu nga veshjet? 1, 2, 3 apo 4? Unë u ngrita në mëngjes, siç kam bërë gati gocat që çdo mëngjes, dhe u ktheva në pazar, po mora kafen e piva, u ktheva në pazar, bëra disa pazare dhe do ju tregoj, por kur i ka në mëngjes, bëra pazaret e para, i lava, i vendosa në përvend dhe nuk i bëra video, se kam shku 2 herë. Kur shkova prap, shkova të marr Adrianën edhe bëra prap pazare, domethënë para se ta merja në shtëpi. Dhe t'ju tregoj pak ato mini pazaret, po ju tregoj vetëm ato pak që mora tani herën e dytë. T'ju ja tregoj një çik këto pazaret që bëhen me demek të freskëta, por një pjesë të atyre unë i di shumë mirë ku i kam bler. Për shembull kastravecat që njoma i marr tek një grua që ajo ka tokë. Edhe i ka shumë të mira kastraveca, do me thënë, e betohet, thotë që nuk i jetë as edhe një gjë, ato që shet, ajo nuk i eksporton jashtë, patjetër i shet vetë, del vetë që i shet, dhe më pëlqejnë shumë, i ka shumë të mira, mundohem, do me thënë që ti marrë të freskëta çdo gjë, pavarësisht se është shumë e vështirë për t'i gjetë në ditët e sotme. Atëherë mora rush, ky rushi super, është hera e tretë që marr po tek një zotëri që e ka shumë të mirë. Dhe mjalti i ëmbël, më kujton rushin e Shqipërisë. Mandarinat që na kishin dalë, mora dhe mandarinaja 2 kg t'i provoj, me të shkoni janë gjys për gjys, domethënë, nuk janë pjekë mirë. Karrota, që i mora me gjithë bishtat, po i preva pastaj se nuk i nxinte shicia. Kam marrë këto erzat jeshile, kam marrë nenexhik, këtu i thon dhiozmo. Nenexhik e mora koper majdanos. Kam marrë dhe domate, më pëlqyen dhe domate, tani mos kujtoni domate ballçeje. U mundova t'i marrë, por këto që gjetëm, edhe këto që ju thash, qepte njoma shkosash, qepa shumë vogël, qep njoma dhe kastraveca t'i marrë tek një zonjë që i ka shumë të mira. Edhe këto po ju tregoj se tjerat i kam larë, do me thënë, i kam vendosur për mende, siç ju thash, kurse këto i mora herën e dytë. Edhe thonjë të mi që po mpresim për t'i bërë, shpresojmë që t'i bëjmë sot ose nesër.
Ja morëm Adrianës. E ka marrë një Fatmiri Gjoja për mos me marrë syri keq. Kisi-misi. Ja saloni do me thënë. Më afro pak kamerën. Dhe pjesa e shkallës, që këto duat bëjt diçka të bukur. E të shikojmë edhe lartë. Këtu si jam pastro shkallë. Edhe kjo këtu do të bëhet kjo pjesa këtu. Nuk e di me ndonë të bëj me xham. Salon i vogël. Dhoma Adrianes. E këtu është dhoma Argitës. Pastaj vjen balkoni, pjesa që këtu do të qëndroj, do të bëjmë dhe këtu diçka të lezetshme. Dhe kështu duket. Mama. Po presim Kristinën. Adriana, majqik, çantën të dimon? Majq. Hajde, Kristina. Fala što kajtomi. Aha. E vuni mami bukën? Hame, se stoni ju, përshëndetje, keni që rrini kështu. E të gjehme ta ite pa puca. I keni saj pucë, dhe? Shiko si ju kam ba, me puci saj ju kam ba. Opa. E Kristina, mire ke rritin? Ne. Këtë mos e këtë dusht. Hajde. Hajde, pa me lule dhjë. E për skash. Ja i këllon. Hajde se sot duhet ju marrë në orën 8, a? Ne, të gjitha kam me në quiz. Bani quick sot. A trafik? Ej, që shekëllime sot shkoll ti Kristina? Qa ore netër? Bekri, qa ore netër? 3:30. Jo pende, mos ka vajt ora 5. Që sot dhe për fjallë ma ishte të hajtë. Sot keni kangur, e? Ne kam kuro. E ku për në Orën 8 do ju marrë, një ora 4, tamam jeni. Po ti të bësh detyra dhe Adriana i bani detyrat. Do të i qojmë gocat e shkolla tjetër, në gëdhap quat këtu. Dhe lejtë e gëzap. Do Dhe knaqen. lejtë shkollë, lejtë e kindergarten. Oh, Që ti mos të do? do heq. Po e rregulloj pak këtu ka peshqirin që po bëj thonjt, atëherë po e bëj shpejt, po të shikoni nuk jam ndruar, si që qova gocat, se isha dhe në pazar 2 minuta, edhe t'ju them të drejtë, nuk është që fustanin e kam pisët, po nuk dua që të ri pa ndruar, jam mësuar që të ndrohem. Do vendosim bazën, pasi mbarova me pastrimin dhe s'kisha bateri, mu deshe ta karikoja, telefonin, kështu që kemi arrit tu tek baza, tek gjeli, në fakt kjo bëhet edhe me thonjt një nga një, por me që koha është e kufizuar, unë bëj gjitha dhe vendos gjithë dorën brenda tek furra ja vlen, e mora 18 euro me uje ja vlen, ka shpak, nga 35, edhe ja. S'po di nga të shkoj. E ndjej pak që më djek pak let ky gjeli. Edhe ngjyra që unë do të vendos është kjo ngjyra këtu që është, mund të them, Leila shumë e herët. Leila e përzir me kafë, me ngjyrë kafe. Dhe është kjo këtu, sa duket. Do t'ja tregoj kur t'i lë. Këtu, tani sa i futa brenda i pastrova, i futa brenda, peshqirin e kisha këtu për arsye që i vendosa për pastërti, pra kur hoqja pak mana qyrin, si për që e kisha pjesë, po mund të ketë dhe copa që se kam heq mirë, nejse, si fillim. E duaj që ta pastroj, por më vonon shumë orë, edhe me rezervë ndorë, sepse jam duke ndihmu Fatmirin ke skicat, të me thënë, kam shkruajt disa
kam nxjerr. Jo, unë i kam nxjerr, unë i kam hedh këtu që të mos gënjenja. Sepse janë shumë të vështira. T'ju them të drejtën, unë jam fut për t'i nxjerr, e deri diku në temë, por është shumë e vështirë që ta marr ndërtesën, domethënë nga themele edhe ta nxjerr komplet pjesën e hekrave. Shumë e vështirë. Nuk e di se çfarë lloj pallati do dalë, mos i pallat kines zigzag, po e nxorra. Shpresoj që ta mësoj gjithë, sepse është goxha e vështirë. Unë matematik nuk kam qenë keq, por nuk kam qenë dhe shumë mirë, mesatare kam qenë. Por për këto, me thënë për skicat që janë shumë të vështira, kam mësu goxha. Me thënë këta e kam mësu me anë Fatmirit. U fik. Tani i kontrollojmë pak, edhe një herë, për siguri do t'i vendos. E do t'a vej me gjimë shpejt, e të shikojnë ngjyrat, vetëm ngjyrën që do lyej. Se në fakt do e të kuqe, por shumë e kuqe nuk më pëlqen për këtë stil. Ndoshta afër vitit të ri është shumë e bukur e kuqja, edhe bordoja. Mirëmëngjesi goca, mbarova punën dhe më desh ktheja 2 minuta këtu te Lidl, mora dhe mëngjesin siç e pat për të ngrënë, se ngordha vdisha për të ngrënë. Edhe tani po iki domethënë për në shtëpi dhe t'ju tregoj çik thojnë si për herë të parë nuk janë keq. Çfarë kisha harruar që t'ju tregoj, që i kisha marrë një ditë e Pepko, por nuk i kisha bërë video, është ai jasteku në formë kungulli gjyrë portokalli, edhe jastek domethënë, po e quaj unë për dekor, po shumë i butë, do t'ju tregoj nga afër, mund të vendoset edhe koka, ose ta kapësh kështu për qafe, shumë i mirë. Edhe po një jastek tjetër që lexon Home, do t'ja tregoj, po atë on e ka domethënë në formën e kungullit. Na prishur që kja stekat atje, po s'ka problem, atëherë ja ku është ky këtu. Ky këtu këte e kisha, dhe aty kam vendos 2 badanie, domethënë që t'i përdorim. Edhe kjo jastiku që ky është velvet, ka një copë velvet shumë të bukur nga afër. T'ju tregoj çik kështu nëse që ka bërë me një çik me një njoll këtu. Këto njollat e vogla i heq me moromandila, domethënë me letrat lagura, por që është velvet dhe më pëlqeu shumë.
sa po bëra një çaj, nëse mbani mend, e mora një ditë te Lidl, më duket, nuk e di këtë çaj që është shumë i mirë. Pra sa më shumë tri në ujë të nxehtë, hapet, shkoni pak bëhet lule, e di sa duket. Këtu. Edhe telefonin në po e mbaj në dorë. Është shumë i mirë. Sinqerisht, nuk e di pse po më tek për çaj, sepse kafe kam pirë. Erdhëm në fund të videos, mua më duhet që të bëj mbylljen. Edhe siç e pat, ju tregova një pjesë të shtëpisë që është, domethënë, pa e shtruar me pllaka. Do të keni video që neve I kemi porosit plakat, kemi shku, domethënë do të keni video të tjera, sepse gjithmonë videot ngarkohen gjithmonë, domethënë gjithmonë, jo gjithmonë, por shpesh herë më mbrapa dhe ato në video kanë ndodhur më përpara, siç është bërë video në ditët që kanë kaluar. Dhe mundohem që pak nga pak t'ju tregoj, domethënë pak nga shtëpia, shpresoj që për vitëri, por është pak e vështirë, nëse nuk hy për vitëri, ose nuk hym, domethënë për festat e fund vitit. Në janar, nuk e di, të shikojmë nga janarin, shpresoj në fakt në dhjetor, por është shumë e vështirë, sepse çdo gjë që është bërë porosi do vonohet më mbrapa. Nëse arrihet që të vendosen dyert e dritaret, atëherë në atë periudhë do më duhet porosis komplet orendit shtëpiake, edhe dekorin do ta zgjedh vetë dhe jam munduar që shtëpinë ta bëj domethënë me shumë pak, sakt, se jam shumë e lodhur pastrimet nga gjitha, pra çdo gjë që çdo hap ose çdo gjë që jam munduar që ta bëj tek shtëpia është që unë të mos lodhem shumë me punë të shtëpisë, domethënë më pak, sepse nuk është do rri gjithë ditën. Nuk diskutohet, por duhet jenë sa më moderne për vitin që jetojmë sot. Nuk e di tani se çfarë do dali moto vitet e tjera. Dhe shpresoj që të arrij atë që unë kam ide në mendjen time për shtëpinë. Megjithëse deri diku ka arrit, do thoni ose kur çfarë po bën. Por duke qenë që më ndiqni shpesh herë, më keni pyetur edhe për shtëpinë, po mundohem që pjesë vogla t'ju tregoj. Kështu që do shihemi në videon tjetër, në next video. Mirupafshim!